kujdes mikrofonin. Kur kishte manipuluar votat. Po pse produksioni duhet ndonte mua? Po këtë duam ndim dhe ne. Si ke marrëdhëniet me Olsa Muhameti. Është aluduar që ka pasur edhe përdorim të telefonit. Personazhi që nuk do kem më kontakt jashtë shtëpisë së BBVK-s, pra që nuk do e kontaktosh më. Muaj mars ka nisur vrullshëm. Jemi kanë çelur të gjitha, Kanë çelur të gjitha sezoni televiziv duket se po bëhet më i ashpër sepse Ferma VIP është gati në nisje. Po, e vërtet. Por ne derisa të nisi Ferma VIP do merrem me Big Brother VIP se ky taksirat na ka rënë në këtë pikë. Po, e vërtet. Që ta dish ti Fatos, unë dhe Artemisa. Po ku ishit ju këtë Kemi javë? qenë në një vend shumë fantastik. Ku e vazhduat turneun ton? Po, kemi qenë në vendin më të bukur me njerëzit më Në një fush më mikpritës. thanë, në një fush. Në një fush dhe në një kruj. Ishim në fush kruj. Në fush kruj çojmë çka kanë thënë qytetarët. Radhën në hartën e Shqipërisë e kishte pikërisht fush kruja. Dhe ne erdhëm këtu për të pyetur për Rogertin, për Bigun, fjalët që ai ka thënë Selin ti vet, misi do ta falë Rogertin, po thoshte atë fjalë. Unë Rogertin absolutisht që nuk do e falja, po kurioze jam të di çfarë do të bëni në këtë rast vajzat e djemt e fushkrujës. A do e falnin, as do e falnin? Plus dhe puthja e famshme me Selin dhe Gimbo, sa gjëra kemi. A kanë ndjenja, as kanë ndjenja, kështu që hajde të stjam të futemi punës. Rogerti i tha Selinës, unë di se me sa meshkuj ke shkuar ti. Mos më bëj të flas. A thuen këto gjëra në një ekran? Jo, nuk thuhen. Unë e pashim TikTok tani, edhe nuk thuhen ata gjëra. Mund të shkoj sa do është drejtë vet. Ti s'ke drejtë ta akuzosh. Ja tule mirë të ratoj me ty. Produksioni, pse s'merr masa? Ai du ta përjashtojmë sekonda. Se ka përjashtu. Ai doli vetë dhe e futën prap. Po Monika u kap me taje 39, s'ka dalë dhami të zisë, prap e pasën fut. Po tani, mendon që mund ta fitoj Rogerti Big Brother? Asnjëherë mbot jo, me të gjesti si bëj jo. Selin dhe Gimbo u puthën. Ka dashuri në ajër? Kargo. Si duket dashuria? A mjaftohet një puthje për të thënë që janë çift? Ja, ashtu jo, asnjëherë jo. Po ç'a duhet më shumë? Duhet di çik punë më shumë. Duhet punë. Kush duhet punoj? Gimbo apo Selin? Jo, Gimi do të punoj. Unë do të punoj, nuk do të punoj. Është duke kaluar loja me sa duket përtej çdo limiti. Ti a do e pranoje që një mashkull të ta thoshte atë si fjalë, a do e falje? Jo, nuk do e falje, Absolutisht që jo. Po deri tani në këtë pikë të lojës ti me kë ke të preferuar? Selin. Selin? Selin duket sikur ka kështu xixa në ajër me Gimbon, dha puthjen e parë. Po, ishte shumë gjë e bukur. A mendon që ka ndjenja mes tyre? Paka shumë po, mendoj. Shkojnë si çift, ë? Po, shkojnë. Shkojnë? Po. Ai e ka tepruar pak se ai ka marrë 2 zarfa të zi. Nuk e di se si s'ka dalë akoma, po gjithsesi Pse mbajnë brenda? Pse s'po del? nga që e mbrë Monika me Arbin. Monika i tha dil. Doli dhe hyni prap, si ka mundësi që hyri prap? Si ka mundësi që nuk i sollën një zarf tjetër të zi Rogerti dje? E ma mirë produksionin e. E mban mirë, thua që është kukull e Po produksionit? normal. Kush mendon që mund ta fitoj? Ka shanse për ta fituar Rogerti? Mateo. Mateo? Po i me Mateo jeni? Mateo besoj. Po i gjithë me Mateo jeni? Selin dhe Gimbo dhanë puthjen e tyre të parë, ja rëmbeu puthjen. Atë duk Kish pos më hun. shiko pak tani, a mendon që ka dashuri në ajër? Normal që po. Do lidhen? U i dijetë, droja është po? Besoj se po. Po për mirin qa mendon? Unë mendoj se e bën për show. Tani qa mendon për mirin që ishte miri? Mirë është ai stepdaddy që s'mundet dot me hes me gocën e dashurës, se që të bëjmë ne. Si stepdaddy? Pse çfarë roli ka stepdaddy në me një gocë? Goca miret pra tash. Goca mire. Po normal. Po s'janë më babe bi andar. Ndaj se. No, po ha pra stepdaddy tash. Ndaj. A mendon që duhet të dalë Rogerti? Pas gjithë tyre ofendimeve? Po. Po pse se nxjerrin? Se di opinioni. A je dakorti me atë që tha Rogerti Selinës? Unë e di se sa meshkuj ke shkuar ti, e di qa ke bërë ti në Dubai? I thuen ato fjalë një femre në televizor?
Nuk i thohen pa i ngutët pak, se nuk e ka zemrën e keq. Ishte ka lojën e Për rë. zemrën ti aty. Ashtu ai. Pse mban akoma në lojë? Ka marrë 2 zarfa zi. Sikur e ma pak si gjallë Big Brotherin, e ma pak si gjallë dhe... Do me thënë, pa Rogertin, Big Brother nuk ka, thua ti. Dër dikur i shka ty, dër dikur. Shkoj dër ke eliminin, ke kaçja. Duhet të jetë, është Pra- një keqe domosdoshme. Deri në finale, thua ti, kush duhet ta fitoj? Miri, Rogerti dhe ai Tiranci, si ja ka emrin. Mateo, është nga Elbasanit. Është nga Elbasani. Selin dhe Gimbo u puthën. A mendon që mund të bëhen çift aty brenda? Ja, s'pranoj. Pse pa, ai e puthi atë. Se do mu bë nusë shejta, nuk bë mu s'do nusë Big Brother, do mu bë një herë mirë nusë. Jo nuk e kështu Big Brother. Kemi mbërritur pikërisht në atë pjesë të emisionit ku ne kemi gjithmonë një të ftuar shumë ekskluziv. E vërtet, sepse në What of a Show ne kemi të ftuarit më në zë të momentit dhe ajo sapo ka dalë nga shtëpia më e famshme e Big Brother VIP Kosovës. Gjithashtu është dhe një nga vajzat më të bukura të ekranit, një ish miss i Shqipërisë. E vërtet? Por edhe një moderatore e njohur sporti. Këtu me ne është Gerta Sako. Gerta Sako! Shpërtisni gjithmonë. Po, kështu! Publik me pagesë si Arditi. Jemi vetë, qa të bëjmë, zotë dhe shtëpisë. Si e Gerta? Mirë. Direkt nga Bigu i Kosovës në Shqipëri. Si po të duket këto ditë tani që je e lirë të bësh të duash? Në fakt, për shembull, e ndjeva kur po më kapte gjumi pak në divan, edhe mbylla sytë dhe nuk dëgjova Gerta, kujdes mikrofonin. Edhe fillon të takikardia. Po mirë, me gjumin mirë kishte, po, kishte. Jo, gjatë ditës unë nuk flia fare. Dhe prandaj vjen një natë që më tornin bukur është e fjetur, se unë bëja vetëm 8 orë të gjumit natës. Vërtet flia normal, pas ke fjetur. Bëja atë ciklin tim që më duhet patjetër dhe pastaj unë para mbyllja syt, mund vinte ndonjë moment që pastaj kapte edhe nga i ngroti edhe s'kishe ç'a bëje. Edhe aty të zgjone dhe është ajo që kisha me gjumë. një mis duhet ta bëj gjithmonë 8 Gjumin orashin e e gjumit. bukurisë, më dëgjoni goca, gjumin e bukurisë mos e lini. Kudo që ti jeni, qoftë në Big Brother ose të shpejtë të dashur, kudo. 8 orash. Gjumë. Pastaj. Po si ishte kjo experience për ty Gerta në përgjithësi e gjitha? Eksperiencë që dy herë nuk do ta bëj. Ashtu, ë? Po. Shumë e bukur, pa diskutim, kishte gjërat e veta të bukura, por shumë e vështirë në të njëjtën kohë. Kur ishe gjërat nga jashtë, unë nuk është se i kam ndjekur këto lloj formatesh, por që video aty këtu duket sikur është çdo gjë e thjeshtë, edhe nuk është fare e thjeshtë, është shumë e vështirë. Për më tepër kur je një njeri që funksionon me energji, si puna ime, edhe kur nuk gjen ndoshta ato njerëzit që japin energjinë e e dur përbashkët ose një lloj po themi niveli, sepse gjithsecili ka atë kornizën e vet, formatin e vet të njeriut, kështu që do patjetër edhe të jesh në një nivel të njëjtë që edhe të kënaqesh, edhe debatosh, po edhe debatosh aty ku dua unë. E kuptoj. Kështu që kishte gjëra shumë të vështira, izolimi bënte punën e vet, malli meraku për familjen bënte punën e vet. Tani un kam nganjëherë dëgjoja ndonjë fjalë, unë nuk jam mësuar. Çfarë fjalësh? Po ku dëgjon, jo skuthe, jo. Nga këto, kështu nga këto. Po këto janë normale. E këto janë normale, po unë nuk jam mësuar. Sa janë për këto të Shqipërisë, po ju keni qenë mirë. Unë nuk jam mësuar edhe më rëndonin, fillimisht isha kështu. Prit çfarë po ndodh. Po me pastërtin aty brenda si kishit marrëdhënie se jeni bërë. Se është bërë nami, po. Mirë, e meritonin. Tani kishit ujë. Jo, ujë kishe me shumicë. Sapun, ça? Po çfarë kishte? Sapun kishe me shumicë, është çdo gjë personale. Është personale, ha? Pa çdo kush kujdes për gjërat e vet. Ndonjë foto tënde nuk kemi parë me thënë drejt. Po të merreshit me gjërat e mia, krevati ishte kështu i qëndisur me çarçaf të lartë të kurosur, të zbukuruar. Në rresht nuk i futet dot ata të tjerë. Jo, nuk munde, ishim shumë. Pastaj ishte detyrë e kapitenit, kishte se si ti fusja në rresht, sado që të flisja unë prap ato linin rrobat në lavanderi me javë, edhe nuk kujtohesh. Çfarë re vinte aty brenda, jam shumë kurioze fati. Se ka pasur. Po të shpjegon dot Po çfarë? Po shpjegoj dot, po jo, realisht erdhi një moment që u bë tepër. Erdhi dhe kompani pastrimi nga jashtë. 2 herë. Po kush nga banorët ishte më i rrëmujshmi? Më i rrëmujshëm, Benita ishte goxha e rrëmujshme. Toni
duhet më kujton Alba ishte. Po që laj më pak, kush laj më pak gjatë. Tani Po tani Po të shi. Po pse më çfarë bëni ty 24 orë? Nuk e shikoni kush laj dhe kush nuk laj. Ne e dim Te tani. dushi nuk rrinim. Të qëndrojmë. Edhe unë. Çfarë bëni? Ti Gerta të qëndrojmë pak te Benita që ti e ceke. Ti ishe kokë me Benitën kush do shkonte në finale dhe në fakt shkove ti dhe jo Benita dhe në fakt fansat e Benitës patjetër Shqipëri e madhe. Shqipëri e madhe. E doni mikë shqiptarë në Fansat e Benitës u irrituan, pastaj ne kemi folur me menaxherin, nuk tha gjasme do hidhej në gjyqe tjera. Ti vetë e mendon gjasme që produksioni për ndryshim vota, manipulim votash, e kupton? Është akuzuar dhe Olsa Muhameti, tani si qëndron e vërteta. Po pse më akuzuan mua? Jo, ata e kishin përgjithësi jo ty, kishin për produksion. Produksioni sikur kishte manipuluar votat. Po pse produksioni duhet ndonte mua? Po këtë duhet ndim dhe ne. Si ke marrëdhëniet me Olsa Muhametin? Atë ka favorizuar apo jo? Olsa Muhametin, unë nuk e kisha takuar kur më parë, edhe këtë e them botërisht edhe publikisht, e kam takuar për herë të parë kur më ka kontaktuar për Big Brotherin, për pjesëmarrjen, e kam takuar 2 herë, gjithsej, pjesën tjetër kam kontaktuar në telefon, mund të them për një korreksi absolute, dhe pastaj gjatë gjithë kohës ka ardhur dhe kam diskutuar vetëm 2 herë në 2 momente që unë i kam pasur ato të vështirat e mia që doja të dilja. Keni komunikuar nga dhoma e rrëfimit. Nga dhoma e rrëfimit për diskutuar që pse ky lloj vendimi edhe për ta menduar edhe një herë. Dhe u mendua të binte. Po tani asnjë personazh apo banor që e ndan rrugtimin ose e mbyll me dëshirën e vet nuk është mirë. Nuk është mirë as për të se mund të pendohet kur dalë, nuk është mirë as për produksionin. Kështu që patjetër që dihet që ideja është të japin 24 orë kohë të mendohesh, të kthjellohesh. Ta mendosh më ftohtë. Të rimendosh edhe një herë gjërat, kështu që 2 herë kam diskutuar vetëm për këtë çështje dhe asnjë lloj po themi kontakti, madje shpesh herë kërkoja dhomën e rrëfimit, po shumë po themi punë. Kam mbetur edhe 24 orë dhe 48 orë për shembull që s'më thrisin në dhomën e rrëfimit. Po, dhe kam përshtypjen e rrëfimit domethënë ka pas shumë aludime edhe nga banorët e tjerë që është dhënë informacion nga jashtë, madje është aluduar që ka pasur edhe përdorim të telefonit. Me thënë të drejtën pash, po unë mora vesh kur dola. Ty të kanë dhënë një telefon, një smartphone, një tablet, një Android. Të kisha telefon, ose informacion nga jashtë. Të kisha telefon, unë do kisha fluturuar atje, edhe s'kisha nevojë as për të ndier keq, as për të vendosur për të dalë, sepse nuk duroja, sepse të kesh telefonin do të thotë që merr vesh si është vajza, si është mami, si janë gjërat, po ecën mirë, po ecën keq, ç'a duhet rregullosh. Kështu që besoj se e keni parë që unë kam qenë konstante gjatë gjithë kohës në atë, po themi, karakterin tim, nuk është se kam ndryshuar, kam bërë ndonjë ndryshim kështu drastik. Rrënjësar, po. Jo, absolutisht. Po vetë tjerë nuk i ke parë të përdorin telefon. Jo. Qa nuk kanë thënë kanë zirë video, Labinoti ishte ai që filluar një luftë. Kam parë 2 video, e vërtet, edhe unë kur kam dalë, ato me dridhja mund vendoset edhe sipër. Montohet, që nuk ka siguri, por pash edhe një video të Rabinot Axhiu dhe Bias me telefon në dorë. Pikërisht, pra ky ishte momenti që nuk e di nga ka dalë, por të e kam parë pasi kam dalë. Ti vetë ke dëgjuar gjë, të kanë thënë gjë për këtë gjë? Jo, absolutisht. Absolutisht, jo. Tani dhe një kuriozitet tjetër që un kam si një banor që ka qenë aty brenda, nuk e di sa I ke parë editet. Jo ti. Ti po e dëgjova sikur the, si një banor që ka. Çdo deva, do si një banor. Nuk e bën. Po tani do mi falni ca gjëra se se ka marr veten. Po. Ti ke qenë brenda shtëpisë. Tani që ke dalë, nuk e di ai ke parë editet, po njerëzit u çmendën për një dyshe që donin ta bënin çift, dhe ndryshe nga çdo edicion tjetër, nuk ishte një djalë dhe një vajzë, po ishin 2 djem, Londrini dhe Klodi. Se kështu ishte nga jashtë? Po, kështu duke nga jashtë. Ti bënin bashkë. Ka pasur shumë edite, po. A ke parti gjë mes tyre brenda shtëpisë? Në shkëndi apo thjesht shok? Jo. Unë të paktën energjinë që më jepnin ishte që ishin 2 çuna karagjoza, edhe që pa komplekse, të paktën këto divinde nga një mentalitet juaj, është rritur në Itali. Po edhe lëndrimi ishte njëri pa komplekse, edhe ne bënim shaka, madje që në fillim, sepse ai filloi po merrte këto fjalët tona që parasysh po I përshtaste dhe keq. Sa një moment nga që unë I thoja Klodit nipi,
edhe ua mi nipi. Mi nipi. Po jo mi, mo nipi, derisa i mësoj. Po jo, nuk kam parë asgjë që të... Se keni kuptuar ju aty, vetëm kur keni dalë jashtë? Jo, unë kam denjur, po edhe kur dolëm jashtë, nuk është e kuptuam ndonjë gjë. Po se kam dalë disa video, Kuptohen nga jashtë dhe përjetohen ndryshe brenda në shtëpi. Jo, energjia, absolutisht, madje unë kam patur edhe një keq kuptim në një prime, sepse mënyra se si unë u shpreha, u duk sikur thash loja gay, sikur e kanë luajtur. Po, e vërtet, po, atëherë. Në fakt, unë lojën e kisha për shakan, ose ajgaren, gallatën, në këtë sens, edhe u keq kuptua edhe u transformua në një farë mënyre, po unë përsëri e kam pasur për këtë gjë. Jo, energjinë që kishin ata brenda absolutisht nuk dukeshin se kishin thjesht dy shok që kënaqeshin me njëri tjetrin edhe siç edhe unë me shoqen time mund të bëjmë shakara sa të duash, por nuk na merr njëri për gay. Kështu që ishte e njëjta gjë. A ruan kontakte me ndonjë prej ish banorëve ose ish finalistëve? Sa do që keni pak ditë që keni dalë, po keni shkëmbyer ato mesazhet e parë. Kemi paksa më të zënë, se është ai momenti që sa kemi dalë, e parasysh jemi akoma s'kemi udhëtuar, si pulat shushatura. Edhe po, kam me shumicën e banorëve kam kontakt, me kushtrimin dhe me sasën pak më shumë, sepse ishin dy njerëz që unë i desha vërtet shumë brenda. Edhe vazhdoj t'i dua po njësoj, por me shumë të tjerë, edhe me Toni që është ngacmuar sa ka dashur, përsëri më morin telefon, edhe e kanova se janë sa gjëra që... Dëgjoj, unë edhe kur isha aty brenda thoja që në momentin që do dal, nuk do merrem më se çfarë ka ndodhur aty. Do e lësh gjithë brenda. Është një garë, është një konkurrencë. Shumë, ama në momentin kur thuhen gjëra pasi ke dalë dhe vazhdon loja, atje pastaj aty u përgjigje. Tani, meqense jemi pak tek loja, unë kam në dorë një bazë. Do bëjmë lojra, po. Shumë fat që do bëjmë lojra. Tani, shtypet ky butoni kush dhe më pas përgjigjesh. Gjëja e parë që të vjen në mendje, duam përgjigjet e tua të shpejta për pyetje trofe. Ky bën një zhurmë. Zhurmë që mua pëlqen shumë dhe e kam fut kot thjesht. Për efekt televiziv. Okej. Gjëja e parë që ke bërë pasi ke dalë nga Big Brother VIP Kosova. E shtypa. Kam bërë thashë theme me vajzën deri në 6 të mëngjesit. Okej. Gjëja e parë që të vjen në mendje kur përmendet emri Aurela Hoxha. Kjo sikur t'jep ka ide. Prandaj kemi thënë. Një vajzë shumë e zonja që ja ka dalë. Ti ke thënë që nuk të pëlqejnë mistet me ndërhyrje plastike. Po, e vërtet. I qëndron? I qëndroj deri në fund. Okej. Personazhi që nuk do kem më kontakt jashtë shtëpisë së BBVK-s, pra që nuk do e kontaktosh më. Labino Tregja. Okej. Programi që nuk do moderoja kurrë në televizione shqiptare është Përputhe. Ua, më lexove mendje. Dhe pyetja e fundit, debati më i madh që kam bërë në punë, ka qenë me ish kryeredaktorin tim që u soll shumë keq, edhe jo profesional. Po ç'a ndodhi? Ndodhi që një gabim të vetin e transformoi dhe e ktheu sikur ishte nga unë edhe nga redaktori përgjegjës, që në fakt nuk ishte fare. Okej. Mbaruam me butonin e kuq, fillojmë me tabelën e parë. Tani kemi një lojë paksa të vështirë. Kjo është paksa. Rritet niveli, rritet. Sa më shumë kalojnë lojra, tash më tepër rritet niveli i vështirësisë. Unë jam niveli fundit. Ke niveli fundit, a? Po, ngrojer me këtë. Ta mbaj mirë. Po. Kemi lojën me personazhe. Ku unë do të jap 2 emra personazhe dhe ti do duhet të zgjedhësh njërin ose tjetrin për arsye të tua të trupit tënd personal. Okej. Tani, dyshja e para, Alaudina Miti apo Jonida Vokshi? Alaudinën. Jonida është bërë dhe shumë meme për mënyrën e saj të prezantuar. Jo, nuk ka lidhje me memet, po në një farë mënyrë është më i rritur, më i pjekur, sigurisht edhe më i zoti, më profesional. Kështu që Jonidës e di që nuk i ngel hatri për këtë. Përdesa duhet të zgjedh. Okej. Leonora Jakupi apo Olta Gixhari? Unë të dyja më pëlqejnë shumë, po do zgjidhja Oltën sepse ka qenë më opinioniste në kuptimin e plot të fjalës, sesa Leonora që ndoshta s'kishte eksperiencë dhe ishte pak dhe emotive në mendimet e saj. Po, jo, se di. S'keni dëgjuar gjë, okay. Alba Pollozhani apo Lim Hoti?
Asnjërin. Dolce! Po një. Dolce, po. Dolce? Okej, Dolce. Asnjërin. Asnjëri Nuk të nuk pëlqeu? hyn fare në shihet e mia si karaktere. Të pëlqeu marrëdhënia që patën me Fare njëri tjetrin? toksike, e Më kujtoi tmerrshme. klipi që tha Alba ty e shon në sytë e mi edhe ti qesh Po me lëre, unë Londrimi apo Klodi? këtu më zure. Po do vazhdoj me Klodin, se Me Klodin. Okej, me qënë se Nuk Londrimi jo. fitoj. Jo, nuk ka lidhje vetëm Mori edhe lekët. Londrimin e kam xhan, edhe shpresoj që të eci shumë sepse është vërtet një djalë shumë i talentuar. Madje shpresoj që ta shoh festivalin e këngës, se ai kishte shumë qef Eurovisionin, edhe shpresoj shumë që t'ja dal. Por që Klodin sigurisht e kam pas më afër, tani vetëm tregojmë gënjeshtare nëse Dhe do zgjidhet pyetja e Londrimin. fundit, BBVA apo BBVK? Tani BBVA unë nuk e kam provuar, A kështu ke që marrë ftesë? Po, të ka Po, ardhur në një ftesa ftesë? ka Po pse ardhur. zgjodhe pse zgjodhe Kosovën dhe jo Kosovën? Shqipërisë? Arsyeja e vetme ka qenë publiku, duke qenë se unë publiku në Shqipëri kam kishe, qenë, po. E kishe, Ke qenë prezente, që nuk po. është se. Do të thënë, unë nuk është se në BBVK shkova për famën, sesa shkova për një publik, Për një audiencë për më një të gjerë. audiencë më të gjerë edhe për shkak të profesionit kupton. tim. Kjo ka qenë arsyeja e vetme. BBVA nuk do e provoje më se the për zdyti Jo, për zdyti nuk e Për bëj. zhjës bërë, as bëbë Zvicërën? Apo Aty duhet të si ta bëj gjermanisht, frëngjisht apo italisht, se vetëm frëngjisht dhe italisht dit flas. Fjate, erdi koha. Oh, e kam bërë, nuk e kam bërë. Mira, Sa më kam lejo bërë të unë, ndihmo. po. Ja, do e zbulojmë Ja, tani sa do ke zbuloj bërë. mirë, se kështu thonë të Këtu është gjithë. në BBVK, çka kam bërë apo? Kudo, në të gjithë rrugullit toksor. Atëre, para, kam kryer operacione plastike në fytyrë. Kam lënë mikrofonin ndezur në Big Brother kur kam hyrë në banjo. E ke bërë? Kam harruar. Ka rrugë një Gerta. Olsa mute nga regjia. Kam harruar emrin e një të ftuari në studio. E kam gatruar. E ke E ke ngatruar. E kam ngatruar, gatruar. okay. Po. Kam gënyer vajzën kur dilja në një takim romantik. Jo, asnjëherë se jam shoqe me të. Kam dërguar një mesazh riski kur kam qenë e dehur. Një mesazh të pis. rrezikshëm. Jo, të pisti jo, po. Të rrezikshëm? Po themi që Nga s'do këto ta që nisja. pendohesh. Po pra e që Jo, po pendohesh. s'jam penduar. Thjesht ndoshta kam marrë guximin, nga që kam pirë Nga që gota edhe. E ja ke lënë pijes pastaj. Jo, se kam lënë pjesë, po në kuptimin kur pi dy gota je pak më frikë, më allegro, kështu po. edhe e merr ato guximin, po jo, s'jam penduar. Pyetja e fundit, a Kjo ke ishte e vështirë, ngrënë? mo? A ke ngrënë spec digës? E urrej. Okej. Okej. Prandaj dhe ne Prandaj nisim me kemi si- kalendë. Tani unë do të jap këto pyetjet e vogla këtu që janë në këtë letër, por kanë shumë peshë këto pyetjet. Ti do zgjedhësh nëse do të përgjigjesh pyetjes ose të kafshosh 1/3 e specit, se 3 pyetje, 1/3 pyetje, me Ai matematikë. spec duhet mbaruar sot. Kështu që nisim me pyetjen e parë. Ky është niveli Super Saiyani lojës. Ky ishte niveli. S'më kishin përgatitur për kështu gjërash. Unë tani unë s'kam syze. Nëse si lexon ta lexoj unë? E çoj larg. Okej. Hygerta, ti e ke mbajtur shumë hermetike jetën tënde private. Na zbulo sot pse në tërë këto vite, çfarë thot më? E ke rigjetur sërish dashurinë apo jo? Po jo, nuk e kam gjetur. Nuk e ke gjetur? Pra ti je single. Po, Pasi Kërkoj grimc akoma. dashurie, Jo, dashuri kam patur, po dashurinë që kërkoj Romantike. unë. Romantike. romantike po themi. Po pra po romantike, se unë nuk kam bërë murgeshën gjithë të vite, tani se na habitët. Pra ti tani je single në këtë Jam moment. single, nuk e kam gjetë akoma dashurinë. Dashurinë të paktën siç e konceptoj unë, sepse patjetër që ka ndjenja, por që quhet dashuri e vërtet, jo, nuk kam gjetur. Tentativa ka pas, besoj, nga Po të tjerë. tentativa sigurisht njeriu nuk Prej mishi është. nuk jetë me dikë thjesht për Po çfarë kaluar. të pëlqen që të një unë nuk jam mashkull, njeri për që shembull? Jo, Duhet- cili është duhet mashkulli i duhur. Po, duhet që të di nga Çfarë sporti, duhet të të di? lexoj libra. Po, tani e bukur do ishte di unë Mos ose di të kam ai. qef unë të shoh futboll dhe mos doj mashkulli, për shembull nuk. Jo, mua më pëlqen e para të jetë shumë inteligjent. Sepse dua të më sfidoj këtu. Edhe në përgjithësi unë tërheqjen për një mashkull e kam Nga intelekti. nga ana intelektuale sesa nga pamja. Po. Nëse mua më tërheq në tru, në biseda, në
në sfidat që kemi në bisedat tona, më duket dhe interesant pastaj edhe në pamje. Edhe për ta njohur. Kështu që mbaje se Overgjigj. Igo e para. Sa të vogla I pas keni bërë më për këtë. Aludohet se banorët e BBVK paguhen për qëndrimin e tyre në shtëpi. Ti sa je paguar? Zbuloje ose Haspecin. Se zëra ka hy Gerta, tash. Dhe kanë pranuar për shembull Mariana Konde ka pranuar që është paguar te Ferma Vi. Pra është diçka e ditur tashmë që në reality show njerëzit që kanë një profesion jashtë dhe heqin dorë për të futur brenda paguhen. Ka një rrogë se ti s'mund të lesh gjithë karrierën tënde profesionale rrogën për të bërë përveç një që fitove si finalista. Kur I bëni këto pse pyesi mua, unë nuk e di. Në rastin tënd. A sa lekë marr jo, se tregoj. Me sa zero. 3? Me po. 3-0. 3-0. Poshtë pesës. Na jep dy skaje. Një interval. Tani jo, dëgjoj. Vetëm shqiptarit pyet për lekët. Atëherë urdhos pyet. Jo, unë thash. Unë e thash, e tregova përgjigje. Tani mos duhet ju jap edhe konton bankare. Jo, atë jo. Ne vetëm ato shifrën jemi në rregull. Jo, shifrën e thash për me 3-0. Okej, me 3-0. Pyetja e fundit, l'ultima pregunta. E kombinon Fatosi. Rendit, këto moderatore sporti nga më e mira te më pak e mira. Ilda Beleri, Viola Spiro, Marina Vjoca, Eva Murati, Vilma Masha. Vilma Masha e para. Okej. Eva Murati. Okej. Viola Spiro. Ilda Beleri. Dhe pastaj Marina, se Marina s'është marrë me sport, thjesht ka bërë një emision për europiane, nuk është se... Si s'ka bërë, ka qenë me vite, te procesi sportiv. Jo. Tani nuk bën, nuk është për sport. Nuk është për sport? E shoh që nuk është se ka. Nuk ka një ori thua. Çfarë do të ketë një moderatore sporti përveç se të jetë shumë e bukur që për kjo mua tash duhet ta është doj kriter. në radhë të parë, duhet shoh futboll. Është si thua të bësh kritikun e teatrit dhe mos shohësh teatr. Okej. Kupton, kështu që a është bërë pak bajat kohët e fundit që merren thjesht vajzat bukura dhe nuk kanë një ori? Po, është bërë shumë bajat, po kur ato pranojnë të dalin, e kam thënë shumë herë për zbukurim, nuk është faja atyre që I marrin. Që pse jo, ka vend për të gjithë, në fund ditës. Si kanë gjithas si ty dhe bukurin dhe dashurin për sportin. Unë e du futbollin dhe e bëj me shumë dëshirë, rri, lexoj, madje edhe studioj, sepse nganjëherë vjen një moment edhe duhet piqesh edhe në atë që bën. Kështu që nuk mund vetëm thjesht komentoj ose të bëj pyetje gazetareske, po duhet filloj edhe ta njoh pak më thellë, edhe nga skemat, edhe nga lëvizjet, edhe nga cilësitë e lojtarëve, apo ato, si thua, karakteristikat më saktë lojtarëve. Kështu që Supergoli për shembull që un kam bër një vit, më ka mësuar shumë. Plani radhës, ku do të shohim? Po, këtë fundjavë filloj përsëri transmetimin në Supergol. Absolutisht nuk I ndaj. Po në një ofertë nga publiku I Kosovës, nga televizioni. Po dhe kemi kërkesa. Merkato e shtatorit. Ka në një ofertë pas përfundimit? Tani duhet I zbulojmë të tëra. Nëse ke marrë tashun. Dëgjoj, është shumë herët unë akoma se kam marrë vetën, se jam të shmallur akoma siç duhet me. Edhe ne të morëm dyre. Edhe unë s'u aprisha, edhe erdha. Kështu që mos më lini të zbulojmë ndonjë gjë më vonë. Shumë faleminderit Gerta. Ka qishte më? Ka. Po me presionin kemi në presionin. Më mirë syri se sa nami, ne na kanë dalë të dyja. Jo, na kanë dalë të dyja, motor po le tem tjetër ajo. Ndërkohë ju mos harroni të premten tjetër fiks në orën 8, show I radhës dhe live-et I kemi si gjithmonë çdo të hënë edhe të mërkur në orën 6. Deri atëherë ne do shihemi sërish të hënën, pafshim. Bëni subscribe më poshtë. Andale!